Ju përshëndes nga lajmet orës 15 në Top Channel. Policia e Gjirokastrës ka mundur të zbardhë shkaqet dhe autorin e vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në Salari të Tepelenës. Autori shpallur në kërkim është 44 vjeçari Kamber Sulçaj Çoban. Erion Velia i ka kërkuar gjykatës kushtetuese të rrëzojë vendimin e qeverisë Rama që shkarkoi atë nga detyra. Velia i thotë se është shkelur neni 115 i kushtetutës dhe është cënuar autonomia vendore. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mban seancën e parë gjyqësore për të vendosur nëse dosja e paraqitur nga SPAK do të kalojë për gjykim në themel, po sot nisi edhe gjyqi në themel ndaj Sali Berishës. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se janë 4.8 miliardë euro që qarkullojnë kesh në ekonominë, nxitur më së shumti nga informaliteti, pagat e padeklaruara dhe fitimet dhe aktivitetet informale. Sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës ka ndodhur një ngjarje pa zakont, kur një pronar i një banese të shkatruar për të ndërtuar një rrugë ka hyrë me forcë. Ai ka akuzuar të gjithë sepse po i zvarrisin pagesën e dëmshpërblimit për shtëpinë. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar shumë prona dhe para në llogaritë të notere Sanja Telhallaj dhe që i ka nga burime të dyshuara kriminale. Bëhet fjalë për 18 pasuri, vila me vlerë 3 milion euro. Ndalemi mëngjesisht me zhvillimet e ditës. Policia e Gjirokastrës ka mundur të zbardhë shkaqet dhe autorin e vrasjes së biznesmenit italian Edoardo Sarki në Salari të Tepelenës. Autori i shpallur në kërkim është 44 vjeç, quhet Kamber Sulçaj dhe punon si çoban. Policia e Gjirokastrës ka në dorë emrin e personit që qëlloi për vdekje biznesmenin italian Edoardo Sarki dhe ka shpallur në kërkim. Pas 3 ditësh intensive hetime, policia zbuloi se pas këtij krimi të rënd, fshihej një motiv banal. Biznesmeni italian duke lëvizur në rrugë ishte përballur me një 48 vjeçar nga Mesapiku i Vlorës, i identifikuar si Kamber Sulçaj, i cili po ashtu ishte duke lëvizur me makinë. Mes tyre ka nisur një konflikt për përdorimin e dritave të gjata, çka ka degraduar debatin në ofendime mes palëve. Pas këtij momenti, 48 vjeçari që ishte çoban në zonë e ka gjurmuar makinën e biznesmenit duke i bërë prit dhe duke hapur zjarr në drejtim të tij me një armë me vjaska. Pavarësisht breshërisë, Edoardo Sarkin e kapi vetëm një plumb, por ai rezultoi fatal. Mbi 48 vjeçarin e shpallur në kërkim rëndon akuza e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, shpërthyese dhe i municionit dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një stan në një zonë të thellë malore, mes fshatrave Nivic dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçarit gjatë kryerjes së krimit. Gjithashtu në këtë zonë u gjetë e hedhur në shkure një çantë, në të cilën kishte një dylbi me reze infra, një dylbi termike, një mbajtëse armë dhe një elektrik dore. Mëtej, gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me policinë e Vlorës në banesën e 48 vjeçarit dhe në banesën e familjarëve të tij, u gjetën rreth 25 milion lekë dhe mbi 400 fara kanabisi. Erion Velia, i cili vijon të qëndrojë në para burgim, i shkarkuar tashmë nga detyra plot 7 muaj pas arrestimit, sot ka bërë ankesë në gjykatën kushtetuese, duke kërkuar nga kjo gjykatë që vendimi i shkarkimit të rrëzohet. Velia i pretendon se qeveria Rama ka shkelur kushtetutën duke mos marrë parasysh nenin 115 i cili ka karakter kufizues ndaj pushtetit qendror, duke mbrojtur mandatin e të zgjedhurve vendor nga ndërhyrjet e njëanshme. Do të ndjekim një përmbledhje të pikave kryesore të këtij ankimimi. Erion Velia i kundërshtoi në gjykatën kushtetuese vendimin për shkarkimin duke argumentuar se ky akt është i palishëm dhe antikushtetues. Sipas tij, neni 115 i kushtetutës është norma themelore që përcakton qartë se një kryetar bashkie mund të shkarkohet vetëm në rastet kur provohet një shkelje e rëndë e kushtetutës ose e ligjit. Çdo interpretim tjetër që i jep ligjit për vetë qeverisjen vendore një fuqi të pavarur për të shtuar arsye shkarkimi është ndaluar nga parimi i supremacisë së kushtetutës. Velia i thekson se neni 62 i ligjit numër 139 të vitit 2015 nuk krijon një bazë të re shkarkimi,
por vetëm specifikon 2 raste që përbëjnë shkelje të rënda: dënimi me vendim penal të formës së prerë dhe mungesa e pajustifikuar në detyrë për 3 muaj rresht. Nëse mungesa ndodh për arsye objektive, si paraburgimi apo një mundësi tjetër e jashtme, ajo nuk mund të konsiderohet shkelje e rëndë. Në kërkesë argumentohet se neni 115 ka karakter kufizues ndaj pushtetit vendor, duke e mbrojtur mandatin e zgjedhur vendor nga ndërhyrje të njëanshme. Nëse ligjvënësi ose Këshilli i Ministrave do të shtonin kritere të tjera, kjo mbrojtje kushtetuese do të kthehej në boshllëk dhe kryetarët e bashkive do të trajtoheshin si funksionar administrativ të zakonshëm, të shkarkueshëm në mënyrë arbitrare. Një gjë e tillë sipas Veliajt cënon autonominë vendore. Velia i referohet disa vendimeve të mëparshme të gjykatës ku është theksuar se interpretimi i ligjeve duhet të bëhet gjithmonë në pajtim me kushtetutën dhe jo në kundërshtim. Për shembull, gjykata ka vendosur se atë që nuk ka dashur ta bëjë kushtetuta nuk mund ta bëjë ligji. Po ashtu është theksuar se neni 115, duke kufizuar kompetencat e Këshillit të Ministrave, garanton që një mandat i zgjedhur të mos ndërpritet veçse në raste të rënda dhe të provuara. Velia i ngre gjithashtu edhe çështjen e afatit për ankimin. Ai kujton se afati 15 ditor llogaritet nga momenti kur i interesuari merr dieni për vendimin, jo nga data e marrjes së tij nga qeveria. Në rastin konkret, kjo datë është botimi në fletoren zyrtare. Sipas Veliajt, duke e trajtuar mungesën e tij të detyruar nga paraburgimi si mungesë të pajustifikuar, qeveria ka shpikur një kriter të ri shkarkimi që nuk gjendet në asnjë nen të kushtetutës apo të ligjit. Në këtë mënyrë, garancia e nenit 115 është përdorur jo si mbrojtje, por si mjet për të justifikuar një vendim politik. Në fund, Velia i paralajmëron se një interpretim i tillë do të hapte rrugën për instrumentalizimin e ligjit dhe dobësimin e rolit të gjykatës kushtetuese si garant i rendit kushtetues. Nëse vendimet e qeverisë nuk mund të kontrollohen më për përputhshmëri me nenin 115, atëherë vetëndarja e pushteteve vihet në pikpyetje. Sot ishte edhe gjyqi paraprak për dosjen e timore ndaj Erion Veliaj dhe të akuzuarve të tjerë për shkak të mungesës së disa njoftimeve, por edhe të vetë avokatëve. Gjykata ka vendosur që seanca e radhës të mbahet në datën 10 tetor. Procesi i paraprak në ngarkim të 30 të pandehurve me tyre dhe ish-kryebashkiaku i Tiranës dhe bashkëshortja e tij Ajola Xoza zgjati fare pak. Ajsa ju desh gjyqtares që të kryej apelimin e të akuzuarve. Nga çfarë konstatoi gjyqtarja et Levadeda, policia nuk ishte njoftuar në kohë 6 shoqërinë në akuzë dhe 3 të pandehur. Kjo ishte një nga arsyet se pse gjyqi dështoi dhe gjyqtarja ripërsëriti njoftimet për seancën e radhës, që u vendos të mbahet në datën 10 tetor ora 9. Kuptohet që ligji procedurial dhe procedura e gjykimit kërkon saktësi dhe konfirmim për marrë dieni. Faleminderit. Ndërkohë, avokati i akuzuarit Elman Abule kishte paraqitur kërkesën për shtyrje procesi, duke qenë se gjendej në një gjykim tjetër. Kërkesa e mbrojtjes e biznesmenit Abule u mor parasysh nga gjyqtarja paraprake et Levadeda. Nga 30 akuzuar për çështje korrupsioni ishte e pranishme edhe ish-deputetja socialiste Klotilda Bushka, e pandehur në të njëjtin fashikull të SPAK, për dyshimet se kreu veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Dhe ndërsa ekipi ligjor është aktivizuar orë të fundit duke u drejtuar gjykatës kushtetuese, këtu në gjykatën antikorrupsioni ish-kryebashkiaku Erion Velia nuk u paraqit në seancën e parë paraprake që u mbajt me dyert të mbyllura. SPAK e dyshon ish-kryebashkiakun se kreu korrupsion nëpërmjet shoqërive në akuzë me qëllim përfitimin, një qëndrim që idhet poshtë prej Veliajt, i cili prej muajit shkurt ka statusin e të paraburgosurit. Sali Berisha e ka komentuar edhe sot çështjen e Veliajt dhe ankimimin e tij në gjykatën kushtetuese. Sipas Berishës, Veliaj nuk e ka pranuar marrëveshjen me Ramën për të mos ankimuar shkarkimin. E hëna nuk ishte ditë negociatash, por parashikimesh për Partinë Demokratike. Sot është ditë e hënë, prishti nga ora 1 kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Fati i dekretit të zgjedhjeve të parakohshme është ende enigmatik, ndaj edhe Sali Berisha po ndjek me kurreshtje lëvizjet juridike të Erion Veliajt. Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, dështoi në këtë përpjekje. Duket se Erion Veliaj nuk pranoi marrëveshjen gjersa ai ju ka kërkuar avokatëve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Pak ditë më parë i sugjeroi avokatëve të kryebashkiakut të shkarkuar të trokisnin në gjykatën kushtetuese, por kjo sipas tij nuk ka lidhje me kohën që i duhet për të gjetur sfidantin e Ogerta Manastirliut.
opozita, sot, në këtë moment që flas, ka jo një, por disa kandidatë dhe kandidat të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit. Në konferencën me gazetarët, kryedemokrati i dha jehon edhe raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimave në Shqipëri. Departamenti i Shtetit raportin e fundit flet haptas për një shpatern ekonomik që po zhvillohet dhe që në të vërtetë është paterni ekonomik i narko-shtetit dhe narko-ekonomisë. Berisha pranoi se shumë diplomat mendojnë se ai e tepron kur flet për narko-shtet, por sipas kreu demokrat një gjë e tillë nuk është shpikje e tij. Pikërisht sot ka nisur edhe gjyqi në themel ndaj Sali Berishës në çështjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Siç kishin vepruar më herët ish kryeministri Sali Berisha dhe të pandehurit e tjerë, edhe i akuzuari Fatmir Bektashi kërkoi përmes avokatit të tij shpalljen të pavlefshme të akteve timore. Sokol Azizaj përfshiu si të papërdorshme një sër akt ekspertizash, që nga kqyrja kompjuterit deri tek akt ekspertiza, që sipas mbrojtjes në dosjen Partizani, duhet ishin bërë nga ekspert të pavarur dhe jo nga hetues të BK-s. Duke konsideruar kontrollet e spakut të pabazuara, avokatja tjetër Klodiana Gjyzari depozitoi një vendim të kushtetueses që ka shpallur të palishëm kontrollet ndaj njërit prej subjekteve. Reagimi i prokurorit të SPAK që kërkoi shtyrje derisa të njihej me vendimin e kushtetueses u komentua me ironi nga avokati i ish kryeministrit Berisha. Edhe kërkoi kohë që të përgatitet se mbase i bën të vlefshme. Vjeshtën e kaluar 8 pandehur u dorëzuan si të akuzuar për klubin shumë sportësh Partizani, mbasi siç konstaton SPAK, ish kryeministri dyshohet se u korruptua nga Dhëndri Maltezi, që ishte korruptuar nga biznesmeni Fatmir Bektashi. Ndërkohë, masat paraprake është çështje që po shqyrtohet në Strasburg. Ne për më tepër kemi kërkuar që dhe në Strasburg të bëhet seancë publike, në mënyrë që të merren vesh hapur nga të gjithë bota shkeljet masive që janë bërë vetëm duke zbatuar vendime politike dhe nga një gjyqësor i nënshtruar politikisht. Në Kuvend është debatuar fort sot për një ide të hedhur nga mazhoranca për t'i dhënë akoma më shumë fuqi Komisionit Parlamentar të pagzuar me emrin e kreut të tij, deputetit Fatmir Xhafaj. Opozita është kundër. Shumica socialiste përmes Kuvendit hodhi idenë për t'i dhënë fuqi të shtuar Komisionit për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, i cili do drejtohet nga socialisti Fatmir Xhafaj, për sa i përket raportimeve të institucioneve të pavarura. Kjo ide u hodh në konferencën e kryetarëve nga Tauland Balla, kreu grupit parlamentar socialist, me argumentin se raportime ndër vitet të institucioneve të pavarura lënë shumë për dëshiruar. Modeli i ndjekur, tha Tauland Balla, është një model që funksionon në shumë parlamente të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Është normale që Komisioni i Nismave Qytetare dhe Mbikëqyrjes Institucionale të përfshihet në raportimin e institucioneve të pavarura në mbledhje të përbashkëta. Raportimet e institucioneve të pavarura ndër vite kanë lënë shumë për të dëshiruar. Kjo mënyrë raportimi nuk do të jetë një herë në vit, por duhet të jetë periodike. Në këtë fazë ku ndodhemi në procesin e integrimit në BE, Kuvendi i Shqipërisë duhet të ngrihet në lartësinë e kërkuar, duke e bërë procesin e mbikëqyrjes. Ky propozim i Tauland Ballës gjeti kundërshtinë e parë direkte nga nënkryetari demokrat i Kuvendit, Agron Gjakmarkaj. Për superkomisionin, për nismat qytetare që tentoi të ngrini puna juaj, nga zgjedhjet fars e zgjodhet një kryetar kuvendi. Tani doni një kryetar për kryetarët e komisioneve. Puna juaj, po në respekt të qytetarëve dhe votuesve, ne do ta kundërshtojmë se kjo është një zhbërje institucionale. Në konferencën e kryetarëve është miratuar kalendari i punës së Kuvendit për javët e ardhshme, ku parashikohet edhe nisja e diskutimeve për projekt ligjin me ndryshime në kodin penal. Do ndjekim në materialin në vazhdim një pjesë të debatave të zhvilluara sot në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Se kemi bërë ju, zoti Peleshi, këtë parlamentin si dyqan, pronari i cilës kërkon të pastroj para dhe pret fatura, falso, dhe përze dhe njerëzit, normal, edhe e mbyll 5 minuta. Kjo sjellje të vazhdoj kështu në çdo seancë nuk mund të pranohet.
Besoj se në grupin tuaj parlamentar keni mjaftueshëm jurist, por dhe një jo jurist mund të arrit ta kuptoj rregullore dhe pikërisht në 44.2. Keni kaq shumë seanca që e kërkoni fjalën për procedurë edhe për atë që niset seanca për të rregulluar proces verbalin, po askush nga ju nuk është ngritur dhe të thoj kjo fjalë e shkruar në proces verbal nuk është shkruar drejt. Në program ju keni përfshirë. Më fal. Noka, të lutem të mbarojmë me proces verbali. Në program të lutem ke një zakon shumë të keq. Nuk je sufler që ti ndërhysh çdo deputeti. Nuk je sufler që ti ndërhysh çdo deputeti. E ke marrë zakon sa herë flas, mos më ndërhy derisa të mbaroj. Kur u të mbaroj, ju jepni opinionin tuaj si ta keni ju. Kur jeni jashtë rregullores edhe jashtë objektit për cilin keni kërkuar fjalën, asnjëherë tjetër. Ju po e trajtoni si një stall të Partisë Socialiste, jo si parlament. Dhe për këtë arsye ne jemi këtu për të qëndruar dhe për t'ju bërë me dije, sepse nuk do ta lejojmë. Ori nuk ndodh në asnjë vend botës, një muaj parlament. Shqiptar populli nuk di çfarë programi ka. Unë mendoj, zoti kryetar, duhet japim fund këtij standardi të çuditshëm që nuk ka ndodhur, nuk mbahet mend, që kuvendit filloi me debat për proces verbalin kur kjo është pjesa më e rregulluar e rregullores. E merr fjalën dhe thua, fjalën time në këtë pikë ma kanë thënë gabim ose mund ta çosh edhe me shkrim. Del ky tjetri thot, ka dal një raport, po kur është miratuar ky proces raporti. Ta mbaroj fjalën. Si e ka, po e kishim parashikuar këta që do dilte raporti. Është e pasens që nga ora 9 në orën 10 ju të sillni 17 projekt ligje të reja, të pacaktuara komisionet përgjegjës dhe përdhënie mendimi, thjesht dhe vetëm sepse kështu keni marrë urdhrin nga qeveria. Unë jam dakord me fjalën e një prej kolegëve të opozitës që ky kuvend duhet i kthehet normalitetit. E them këtë sepse vetëm normalitet kemi parë ne në këto 20 ditë punë që do duhej të ishën në minimum madje edhe zero, duke filluar që nga bullizimet kur një deputet i mazhorancës flet, duke vazhduar më pas me përmbajtjen e rregullores dhe kushtetutës edhe respektimin e ligjit. Kryeministri Edi Rama ka folur sot në Kongresin e Nanoteknologjisë, aty ku ka mbajtur fjalime edhe diella. Duke e folur në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë, Kryeministri Rama deklaroi se Shqipëria është shumë e angazhuar që çdo euro investuar në shkencë të përkthehet në llogaridhënie të prekshme. Kryeministri Rama tha se synimi dhe aspirata e qeverisë shqiptare është fokusimi dhe investimi te teknologjia për të mundësuar dhe studimin e saj në shkollat shqiptare. Ky nuk është një luks. Kjo është një nevojë e së tashmes. Vizioni ynë është që brenda dekadës tjetër çdo i ri shqiptar që aspiron të studiojë teknologjitë e së ardhmes të mund ta bëjë këtu. Është një punë që ka nisur. E po shohim tashmë hapat e para edhe rezultatet e para që janë inkurajuese. Ky investim në arsim ka të bëjë me krijimin e një hapësire për njerëzit që të mendojnë në mënyra inovatore, të krijojmë një brez, do të guxoja të thoja, novatorësh që do të çojnë përpara ekonominë shqiptare. Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria është një vend që guxon dhe inteligjenca artificiale është përparësi kyçe për vendin ton. Ai u referua sërish ministres Diella, për cilën tha se nuk është një lodër, por që përmes saj shumë shpejt tenderat publik do të jenë transparent dhe me integritet. Diella nuk është një lodër. S'mund të jetë më ndryshe se sa kaq. Përmes saj ne kemi shndruar atë çfarë ka qenë domen i së mjekutës në një algoritëm transparent për të shndruar pushtetin e shtetit në pushtetin e shërbyesit. Në fakt jemi të bindur që herët më shumë se sa vonë do të jemi në gjendje që të ofrojmë përmes diellës një instrument të jashtëzakonshëm për t'i bërë tenderat publik të hapur transparent e
me integritet siç nuk është parë më parë. Shqipëria është një vend që guxon. Vizioni ynë kombëtar për Shqipërinë e 2030-s në Bashkimin Evropian, besoj është shumë i qartë, shumë qartësisht i rrënjosur në integritet, inovacion dhe udhëheqje shkencore. Ne do të kanalizojmë më shumë burime, reforma institucionale, kapital njerëzor për të ndihmuar në ndërtimin e një ekosistemi të nanoteknologjisë që e ka spirante në Tiranë, çdo terren shkencor, çdo projekt infrastrukture të ketë standardet larta, llogaridhënie të plotë dhe gjithashtu edhe mbikëqyrje të ndihmuar nga inteligjenca artificiale. Në këtë takim mbajti një fjalim dhe Ministri e Inteligjencës Artificiale, Diella. Nanoteknologjia është dëshmi se nëpër masa më të vogla mund të fshihen revolucionet më të mëdha. Ashtu si Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se janë 4.8 miliard euro që qarkullojnë kesh në ekonomi, nxitur më së shumti nga informaliteti. Informaliteti ule besimit në banka, shmangja e komisioneve dhe taksave, si dhe tradita e të mbajturit para në përduar, janë këto arsyet që po i nxisin më shumë qytetarët drejt keshit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se sasia e keshit në ekonomi është rritur ndjeshëm, teksa vlera ka arritur në 4.8 miliard euro në muaj ngusht. Në krahasim me muaj ngusht të vitit të kaluar, ku paraja që qarkullonte jashtë bankave ishte gati 4.2 miliard euro, rritja ka vjuar me 600 milion euro. Kjo është vlera më e lartë e arritur ndonjëherë në vitet e fundit. Kjo lëvizje e lartë e parave në dorë ka kosto të shumta për ekonominë, pasi rrit hapësirat për informalitet e bën më të vështirë luftën ndaj pastrimit të parave, pasi qarkullimi i keshit është i pakontrolluar. Gjithsej në ekonominë shqiptare qarkullojnë 1.9 trilion lek, ndërsa paraja kesh përbën 24.4%, pothuajse 3 herë më shumë se norma mesatare në Bashkimin Evropian. Një tendencë rritëse e vazhdueshme e paras kesh pasqyron dhe nivelin e lartë të informalitetit në ekonominë shqiptare, por reduktimin e pagesave në dorë. Ministria e Financave parashikon në strategjinë afatmesme caktimin e një limiti për pagesat kesh. Ky është Top Channel. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur sot në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës. Një pronar i një banese të shkatruar për shkak të ndërtimit të një rruge ka hyrë në sallë me forcë. Ai ka akuzuar të gjithë, sepse po i zvarisin pagesën e dëmshpërblimit për shtëpinë. E ndjekim. Mbledhja e Këshillit Bashkiak të Vlorës sot u ndërpredhunshëm nga një protestë. Heshtja ra në Këshill, ndërsa i vetmi që reagoi ishte kreu i demokratëve të qytetit. Mes tyre u zhvillua ky debat. Protestuesi i kërkon llogari dhe opozitës në Këshill. I riu që hyri dhunshëm kërkoi nga bashkia sqarime për problemin që nuk po e zgjidhte dot. Në fund, largohet duke mbyllur vetë derën. Jashtë sallës ai tregoi hallin që e kishte detyruar të protestonte duke hyrë me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Problemi është që kanë 5 vjet dhe nuk puna shpronson asnjëri. Disa pjesëtar aty i kanë marrë, disa të tjerë jo. Ku jeton? Te porti? Po, te porti. Tani janë pa banja sfare në çfarë jetojnë. Ma kanë prish shpinën dhe lekët s'mi kanë dhënë. Tani është normale kjo gjë. Kanë komunikuar me të gjithë të shtyn, thon unë nesër e ke gati, më thon. Pas nesër e ke gati. Iki pas nesër më thon po ishte janë në mbledhje. Ditën tjetër më thon po kemi mbledhje ne. Tani avash shik, unë s'dua ti aty çfarë mbledhje shkeni ju. Se këto janë midis jush, unë si qytetar kërkoj të drejtën time. Kanë fol, pritjet janë skandaloze, janë manipuluese. Sa janë si puna juaj që kanë të problem? Janë gjithë plazha më janë 25 vjet. Keni zgjedhur një mënyrë sot të hyni me dhunë në Këshillin Bashkiak. Po. Nuk ju kanë pritur çfarë kanë ndodhur para. Kanë pritur asgjë, vetëm kalojnë, ana shkalojnë. Punonjësia e policisë në Këshillin Bashkiak thirri kolegët e saj, të cilët erdhën dhe shoqëruan protestuesin bashkë me një tjetër person.
Në datën 17 tetor në Tiranë do të mbahet një protestë në mbështetje të ish-krerëve të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Protestat në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s do të vijojnë pas Prishtinës dhe Hagës në kryeqytetin shqiptar. Më 17 tetor në Tiranë, një grup shoqatash të veteranëve të luftës, në koordinimin e ish-deputetit Azgan Haklajt, ftojnë shqiptarët të bashkohen në sheshin Skënderbej. Motoja jonë është edhe unë jam UÇK, drejtësi dhe liri për çlirimtarët. Të gjithë shqiptarët do të vinë e do të japin një mbështetje të fuqishme. Imagjinoni në qoftë se do të akuzohej Garibaldi, Simon Bolivari, George Washingtoni, çfarë do të ndodhte. Pra edhe çlirimtarët tanë kanë kryer atë mision që kombet tjera e kanë kryer me kohë. Zgjedhja e Tiranës për protestën e radhës vjen në një moment kur sipas organizuesve, Shqipëria ka treguar se është me Kosovën në çdo hap. Do t'i bëj thirrje gjitha partitë politike pa dallim ideologjie, do t'i bëj thirrje gjithë shqiptarëve anë kënd vend ku janë edhe jashtë vendit, me 17 tetor në ora 17 të bashkohemi që së bashku dhe të protestojmë kundër padrejtësisë e cila më bëhet në Hagë. Kjo nuk është vetëm çështje e disa individëve, por është çështje e të gjithë neve, është çështje e dinjitetit, sakrificës dhe e vërtetës sonë historike. Për protestuesit kjo nuk është thjesht thirrje për të ndalur padrejtësitë ndaj gjykimit të ish-drejtuesve të ushtrisë qeveritare të Kosovës, por kërkojnë të marrin fund përpjekjet për baltosjen e luftës në Kosovë. Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar prona dhe para në llogaritë e notere Sanja Telhallari, të cilat janë nga burimet të dyshuara kriminale. Bëhet fjalë për 18 pasuri dhe ka vila me vlerë 3 milion euro. Vila që shihni në këto pamje është një nga 18 pasurit me vlerë 3 milion euro me burime të dyshuara kriminale që janë sekuestruar noteres Sanja Telhallari. Nga hetimet e kryera nga prokurori Ndini Tavani, ka rezultuar se gjatë 11 viteve, nga viti 2013 deri në vitin 2024, 35 vjeçaria ka kryer një numër të konsiderueshëm transaksionesh për blerjen e pasurive të paluajshme, përfshirë apartamente, dyqane, poste parkimi dhe një vilë në një prej komplekseve më elitare në Tiranë. Noteria ka investuar në pasuri të luajshme dhe të paluajshme, kryesisht në makina luksoze dhe sende me vlerë, të cilat nuk justifikohen nga pikpamja ekonomike me të ardhurat nga aktiviteti i saj si notere. Të gjitha këto pasuri të pajustifikuara, Prokuroria e Tiranës i ka vendosur në sekuestro preventive. Këtë luks 35 vjeçaria nuk nguronte ta publikonte as në rrjetet e saj sociale, siç janë këto foto që shihni në ekran. Sipas Prokurorisë së Tiranës, dyshohet se një pjesë e fondeve të përdorura për blerjen e pasurive kanë ardhur nga ish bashkëshorti i saj Klodian Porja, është shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane dhe është dënuar për vepra të rënda penale, përfshi dhe atë të shfrytëzimit të prostitucionit me një dënim maksimal deri në 21 vite burgim. Por pavarësisht këtyre dyshimeve, noteria 35 vjeçare këtë të hënë e kishte një ditë të zakonshme pune në zyrën e saj notariale në zonën e Astirit në Tiranë, ku priste dhe përcillte klient. E kontaktuar nga Top Channel, noteria tha se vijon punën normalisht dhe se do të shprehet kur gjykata dhe prokuroria të kenë thënë fjalën e tyre përfundimtare. Sipas saj, e shkuara e ish bashkëshortit nuk mund ta prek dhe se të ardhurat si notere i ka të gjitha të ligjshme. Sot në mbrëmje nis festivali Queer Film Festival që do të shtrihet në 11 qytete. Ky është i vetmi festival që i kushtohet kinemas dhe zërave LGBT. Ishte gjithçka për këtë edicion, faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.